Autoritetet italiane kanë vënë në pranga Nazif Myslian, 50 vjeçarin nga Maqedonia e Veriut, i dyshuar për vrasjen e bashkëshortes së tij, Sadie Myslia, 49 vjeç, ngjarje e cila tronditi qytetin e Anconës me 3 dhjetor. Sipas mediave italiane, ai u zbulua pas ditën e 4 dhjetorit nga një gjuetar në një zonë të pyllëzuar pranë Matalica, ku ndodhej i shtrirë dhe i plagosur rënd, në të cilën dyshohet të ketë tentuar të japë fund jetës. Gjuetari i dha ndihmën e parë dhe njoftoi menjëherë autoritetet, të cilat gjetën pak metra më larg dhe makinën braktisur, një smart të bardhë. Prokuroria e Anconës ishte lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar për Myslian, pasi pas vdekjes së gruas së tij ishte zhdukur dhe nuk ishte paraqitur në punë dhe celulari rezultonte i fikur, elemente që forcuan dyshimet ndaj tij. Viktima ishte gjetur e pajet në banesën e saj me plak të rënda në kokë dhe gjoks, ndërsa 50 vjeçari akuzohet për vrasje të rënd me dashje. Mediat italiane raportojnë gjithashtu se Myslia kishte precedent penal për dhunë në familje dhe se çifti, ndonse kishin pasur konflikte, ishin kthyer bashkë prej pak kohësh.